O Allah, fëmijët janë emanet nga ti, që ti ruajmë dhe edukojmë ashtu siç je ti i kënaqur. Të lutem që këtë obligim ta kryen në mënyrë më të mirë. Më ndihmo aty ku më nevojitë ndihmë, përmirëso gjendjen time. Më furnizo me urtësi dhe durim, dhe pastro jetën tim, kështu që veprat e mia të jenë vetëm për hir tëndin. Na bën që unë dhe pasardhësit e mi të jemi besimtar të mirë, ta falim namazin, të lexojmë Kur'anin, të agjërojmë, të japim zekatin dhe çdo herë të jemi falendërues ndaj Teje. O Allah, të lutemi Ty që Ti mbrosh fëmijët tanë nga fatkeqësitë, nga lëndimet, nga smundjet e rënda dhe nga çdo formë tjetër e dëmit. O Allah, jepu fëmijëve tanë udhëzim dhe zemër që të duan Ty dhe që të përmendin vetëm Ty. Largon nga ata kryelartësinë, mendjemadhësinë, hipokrizinë, lakminë, kopracinë dhe bërjen e mëkateve. O Allah, të lutemi që fëmijët tanë asnjëherë mos të devijojnë nga rruga e drejtë. Dhuroju fëmijëve tanë aftësinë që të sjellin vetëm vendime të mira dhe gjithmonë le t'i tërheqin gjërat e mira dhe të hajrit. O Allah, mbroj fëmijët tanë nga gjuhët dhe shikimet e këqija, nga e keqja e shejtanëve dhe xhineve. O Allah, të lutemi që me fëmijët tanë të përjetojmë vetëm momente të bukura derisa të jetojmë në këtë botë, dhe të na bashkosh së bashku në kopshtet e xhennetit.